e vogël rritën në 180.000 euro. Tatim fitimi dhe tatimi mbi të ardhurat nga 23 zbret në 10%. Rogat rriten me njëherë 13%. TVSH-ja zbret në 15%. Sot po më pyeste një gazetar, po, Sali, po, çfarë pruri Krisla Silitan, këshilltar tek ju? I thash unë, po thaj, ai programe pruri, thash unë. Po qa program? Po është programi e tha vetaj, programi e Reganit. Programi atyre që besojnë në taksat e ulta, në lirinë ekonomike, në fuqinë individit. Fermer të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, fermer të diskriminuar, të goditur rënd nga Ballkani hapur dhe qëndrimet më të papërgjegjshme të kësaj qeverie. Në 100 ditë, vetëm 100 ditë, ju a fjallën se do pesfishohen subvencionet tuaja për çdo fidan të mbjellë, për çdo njësi prodhimi, për çdo bagti të mashtruar. Dhe hiqet çdo lloj kriteri. Jo duhet të ketë kaq hektar apo aq hektar, kaq kokë apo aq kokë. Jo, për çdo gjë që keni do të subvencionohi. Miqtë e mi, të gjitha këto japin frymëmarrje, me këto kryejmë detyrim moral, kthejmë parat tuaja. Garantoj pronart se brenda 4 viteve do marrë zgjidhje përfundimtare problemi pronave dhe nëse do lindte nevoja për të marrë kredi, do mirrim kredi, por s'ka asnjë nevojë. Garantoj të përndjekurit politik se dëmshpërblimi i tyre dhe kompensimi merr fund brenda 4 viteve që vinë. Sikundër rritet